Ty të dhanë gjë hapësiri, thash unë dje këta dy çunat që ti i konsideron të afërt me një misi të pastër, të dhanë një hapësirë di që tregoje të shpërfaqe veten? Aty? Apo të bën vetëm pyetje lidhje me mirin? Dhe përgjigjet e tua ishin miri, derisa dali miri. Dhe ti i thënë çfarë dhe në publik? Nuk ka rëndësi. Po ka rëndësi më. Nuk mund të jesh kaq naiv. Dhe ndër të tjera, jo vetëm naiv që nuk duhet tregohesh në këtë rast, po duhet zgjohesh. Po dhe këtë që po ta them unë, edhe në qofsha gabim, më ul dhe më shpjego pse e kam gabim, duke pas parasysh raportin ton se si në dy raste, ai me mirin dhe unë me Stinen në këtë rast, po mundohemi që të japim sinjale njëri tjetrit. Pse se kemi një respekt për njëri tjetrin? Okej? Kemi një konsiderat për njëri tjetrin që unë vëre diçka, ja them, ai vëre diçka, ma thot. Është kriju kjo misie, ose kam shok. Po ky raporti këtu në shtëpi, ai sa më krijohet. Kupton? Edhe ka pas edhe momente që me shumë shpirt i kam thënë që për nga protektiviteti që po tregon me këtë muhabetin e mirë, më përngjan me një person shumë familjar. Me tendenca shumë familjare ndaj meje. Asnjëherë duke i dhënë konotacion romantik, sentimental gjës. Kur. Nëse ai se ka kuptuar pastaj, nuk është problemi im. Unë s'jam ulur asnjë ditë vetë me Malin që t'i tregoj muhabetet mia personale. Kam pas biseda tilla me ty, kam pas biseda tilla me Sabinën, por nuk kam ulur me Malin. Treqëriku i gjërave që kemi folë ka qenë situata brenda në shtëpi, që mbi të gjitha atë e kanë shqetësu. S'ka gjë. Që merr edhe këtë të fundit se nuk e dua. Që e kanë shqetësu atë dhe ka dash një lloj validimi. Dhe ka gjetë një lloj, po themi, një mendësie. Do të ka pasi një tip besime te unë, edhe ka thënë, po duket sikur po flas me pasqyrën për një moment. E ka atë tentativën për të qenë i validuar edhe në një mendje me njerëzit, e dëshiron atë gjë vazhdimisht. Sepse nuk arrin të dalë për të vetes vetë dhe ta shikoj veten. Dhe po patë mendim ndryshe me njerëz. Po patë mendim ndryshe ai bën këtë që bëri sot.